është në lidhje me transportin, fakt për ta diskutuar është krijuar edhe ka dalë edhe një vendim i cili në fakt në momentin e parë që doli i shqetësoi të gjithë operatorët, por edhe qytetarët që ishte njoftimi që do të paguante çdo person që përdor transportin publik 200 lekë për çdo individ. Po, si është kjo çështje? Kjo është për ta sqaruar dhe për të sqaruar dhe publikun, është vetëm për linjat ndërkombëtare, që do të thotë për çdo person që prek pikën kufitare, i shtohet një kosto 200 lekë për person, edhe operatori çdo fund muaji deri me datë 5, në fakt fillimit muajit, do të bëjë deklarimet për muajin që shkoi, do të njoftojë institucionin, në këtë rast doganat, tatimet dhe ministrinë përkatëse, do të bëjnë institucionet do të bëjnë një faturë operatorët do të paguajnë tarifën 200 lekë për person, nga kjo përjashtohen fëmijët që janë 0 deri në 2 vjeç, cilët nuk kanë një vend të posaçëm në autobus apo në forma të tjera të udhëtimit. Mendoj kjo bëhet për të integruar dhe ndërlidhur informacionet koreale, se sa njerëz dalin apo hinë në Shqipëri, mes shtetit, mes institucioneve shqiptare, por duke koordinuar edhe me vende të tjera. Besoj, por edhe kjo nuk është se ka patur një shtillim edhe një diskutim të hapur me grupet e interesit, ne morëm informacionin pasi u publikua vendimi dhe na qetëson aspektin që për brenda vendit nuk ka një kosto shtesë për transportin publik.